Ky emision mundësohet nga Përshëndetje, Aisha. Përshëndetje. Si e? Majr, faleminderit. Taj si je? Majr, taj Majr? Majr. Si Se kina dal një kruk ka shkupi këta. Shkupi i stër ngarkuar, edhe thjesht me vetur, ti jeton në vetur, edhe une punoj edhe jetoj në vetur, gjatë gjithë ditës, kështu që jemi gjetë. Gjysën e kohës ma shumë vetur. Jo gjysën, po Ma shumë. ma shumë. Po shumë. 70%. Ti, do më thonë, unë kom pa që 2 vjetë që ndjeki me vetura, me gara, me krejt, si u bo një vajzë, grue, shkupi, a që dhonat mas vetura. Po me thonë drejtën, unë edhe jam rrit pak si nashta si vajza me madhe në familje, dhe kështu nëse s'jam mësu pi qefit, ka njerë edhe pizorit i kum i do punve, edhe kështu ja kum dal. Edhe me kohë, do më thonë e kum kuptu se jam po, do më thonë fles zemra kur typi në vetur, sidomos sportive. Okay. Edhe pse herën e parë kur e ku marrë një vetur Renault Clio, ju ka shky auspuke edhe ka bo zhurmë, që aty ku më kuptu edhe që më pëlqejnë edhe zhurma. Edhe i thesha babit mos ma regullo lema se qështu po bën shumë mirë zhurmë. E din kur vjen Aisha. Po. Për hir të vërtetës, unë e thash të vëzit ishti, është në emisionin 96, që ndonjëherë i kum thonë dikujt vëzit, je vetëm, ja. Ama Okej. të tha, sën vëziti të fol. Jo, më dekoncentron. Mund të paramdoj çka kështë e thonë. Ose e kishe, po, ndodh ndonjëherë se... Që që i parandalum ato momentet e këqija. Buri çka të thot për veturën? Buri është mbështetja më e madhe. Po. Gjë që e cila unë nashta jam dorëzu në fillim, sepse çdo fillim është pak i vështirë në bazë se nuk jem mësu me komente, kështu që në fillim i kum lexu pak komentet, edhe familja, do më thonë, prind tani nuk janë njerëz që nuk hynë nëpër Facebooka, edhe ajo shtypja pak adin Nalu nuk është mirë, se veç ti je femër. Mirë po buri u ka naj që më ka thonë vazhdo se më ki mu krah. Kështu që Bravo. është mbështetja më e madhe. Si do, çka keni bërë për herë të fundit e pash një organizim në Çajir? Për 28 nëntorin. Po, edhe u dukte bukur. Për 28 nëntorin nuk kanë ideja jam, kështu që edhe mbrena natës, do me thonë diku 11:30 natës, 12, me burin të bisedu, thash pse nuk e bojmë një parat në Shkop, do me thonë marshim prej në komunës Çajirit deri tek sheshi, pastaj një koncert kështu manifestim kulturor me edukat. Edhe u pajtu me mendimin tem, kështu që kam shumë dashamire, falenderoj krejt që asnjë nuk ma ka kthy fjalën, domethënë me sportista, me valltar, Krejt kanal. me vetura, luks, edhe gjithashtu tetovarin nuk e harroj që mi ka ofru kuajt prej Tetovës. Okay. Edhe mora iniciativën për me interpretu rolin e Shote Kalicës, që gjë që më ka bo mundje shumë krenare. Shote. Edhe kështu thasht të tregojmë forcën e femrës dhe kombit shqiptar, që edhe pse ishtë ditë jo feste të në Maqedoninë e Veriut, nuk festohet, mirë po edhe kur e paraqita si leja, do më thonë, ishte se tek na nuk s'ke ditë feste në shqiptarët pjesën e Çajirit e bllokojnë. Okay, po. Kështu që unë shkova në mënyrë më kulturore, edukative, morale nga policia, nga komuna e Çajirit, falenderoj përzemërsisht, edhe u realizua jo, kështu që doli taman fiks që shkova ndëru. Deportoj jo vetëm në Maqedoni, po ke me video virale u bo edhe në Ballkan të shqiptarët. Gjë të cilën e kanë mendu se është ai. Sigur të keni bo qash mirë që kanë mendu që është ai. E po, kur dëgjova që ta ai, thash, wow, do më thonë unë e pas në vri qatë shumë. Nivelin ai. Po e kom pas edhe kameramanin special, kështu që u kom privati jemi dhe personal. Ma ka përcjell çdo lëvizje, çdo pjesë, do më thonë me sy ja morë vesh. Gjithashtu kena pas edhe prapaskenat këtu në vesh. Gjatë që na ka bo, mu ka bo mu një siklet, edhe mu ka kesh, edhe
Ndonjëherë më kanë nervozu se i dëgjojnë që ato tanën diçka që s'duhet kanë njerë mes vete ato. Po unë që nuk musha me lëviz shumë se me një dorë e kisha dirigjimin e kalit, me një dorë e kisha flamurin, edhe më kapke një farmuni. Tash prej te Kuwait, dalin te Kuwait fuqi. Aty muj me fol ala ma me qef. Cila ka qenë vetura ma e madhe që e ke përdit ma e fuqishme? Në jetën tonë? Kom pas shumë llojet, një Audi A4, 4.2, ndoshta u kanë edhe te na i thojnë 1 watt. Okej. Po te në 260 maksimumin e kom shkel. Kështu që dikon që lejohet, mos të keq kuptohet. Në rrugë normal jam shumë e thjesht, kam qef me respektu rregullat edhe me dhënë një shembull që një sportiste, domethënë në rrugë kryesore është shembull. Kështu që kemi vendin ku mujna me bë gara, kemi paraqitjet ku duhet mu paraqit për gara, për drift, për ç'a dush. Kështu që për atë shkak edhe bëhen organizimet. Për shembull, unë jam një ndër ato që e kom bërë një organizim me 14 qershor në poligonin e Kalas të Shkupit, prej 12 deri në ora 7, kështu që aty kanë mi shpreh adrenalinën, emocionet. Kanë me qitë keqin ki. Krejt. Stresin, me shpras në nguma, kështu që... Unë ta jap fjallën se unë jam pjesë e ekspeditave të Porsches, që vjen Porschea speciale prej krejt Evropës, Maqedoni, edhe 20 njerëz të zgjedhur nga Porsche Maqedonia, dalin edhe udhtojnë normal me përndjekjet policisë, me organizim me krejt, udhtojnë krejt Maqedoninë për disa orë. Që që unë kam me të sugjeru atje edhe sigur kanë me të gjithë. Shumë faleminderit, ishte kënaqësia me shumë. Herën e fundit kemi qenë deri në Dibër, edhe rrugën e Dibrës e kemi ecë kur është 60 e lejume, normal me polici, me të lëku me rrugën. Ishim duke vëllit 130. Ama unë ato kthesat kam qef me marrë kështu të rshit. Porsche i merë pa problem. I merë pa problem. Porsche ke vëllit? Ku vëllit ka jenë? Porsche ka jenë. Është, shembull, mbaret cilin model që ajo ka jenë mu ka dok pak si zotriski. Thonë nuk kom shtin me bo budallakia. Ka lloje veturave që për shembull nuk t'japin atë adrenalinën, ta japin atë zojën me tregu ndoshta. Po mendoj. A kur ti hyp që veturave për shembull BMW-s nuk muj me nejtë si zojë. Ja. A si komendon, të më tha zotri, si komendon ato për shembull që rinë kështu vëzitin? Pa rregull, që shtrihen që mos unë duke mirë. Personalisht, as nuk më bojmë përshtypja dhe as nuk e kthej krye, veç pak sa ta shoh që është tri qështu se shoh veç. Ose ka raste ka njerë veç, ndoshta veturën ja shikoj, ka pas raste që e kum pa na i veturë tepër të mirë dhe jam nalma të analizu edhe kum thonë ku, po menon që përkëshyri ata, edhe jam bo kishe kur gjoha. Po në fakt, veturë duhet më kanë shumë të kujdesshëm, si rinia, tashti këta fille start, shejat mi përdorë, se edhe një ndër shkaqet e ndeshjeve janë shejat, se shpesh më ka ndodhur mu nuk më kanë dhënë shejan, edhe unë e kum vazhdu drejt, ose në moment fundit e ka marrë drejtimin për djathtas, ati jenë në atë shpejtësinë e... Po nejse, edhe distanca e ban atë vetën, duhet me marrë distancë. Domethënë, çdo rregull që është edhe që e mësojmë, është fiks çashtu që duhet më kanë, edhe rrypi gjithashtu. Nuk është për kot rregull. Jo, nuk janë kot. Po te na pak kena do farë mungesa të respektit rrethit, domethënë kush ka përparësi. Jo pak si shumë vejnë e kena, domethënë që ndoshta edhe nuk janë mësu hala të qytetarët ose pa marrë parasysh vejnë e jonë. Në Çajër maksimum sa ke vozit, ma shpejt. 25. 30 në orë. Edhe qaqë së në mërinë. Përveç prindërve, burit, domethënë rrethi si e komenton aktivitetin tonë? Fillim A ishe veturave kështu, se më thonë shumë në harë telegrafi? Disa më thonë shote Galica, disa më thonë drifterka. Kështu që unë për shpejtësi si vjetë e kam plan me marrë pjesë në garat shpejtësisë. Pastaj e kam në driftin që thash me 14 qershor,
Po më shumë më flen zemër drifti. Garat e shpejtësisë se kam veç si me provu, nuk e di. Nuk më pëlqen shumë ajo pjesë, është veç drejt edhe e ki një farë adrenalinë ndryshe nga drifti. Drifti i ka taktikat, refleksat, lëvizjet, po duhet me pas pak kujdes ma shumë. Më thonë se vetura është e bame special për drift, e ka, do më thonë, me të benzinës e ka të madhe, Po, ka zonin. po. Edhe kështu që i ka dasene që është shpejtësia, djegja gomave. Do më thonë, një kikë si vogël mund me t'ik vetura, kështu që Po, refleksat duhet me pas shpejta. A i ke reflekset e mire? Po, mëse jam këtë sport, besoj që po. Nuk e di, Jo, mendoj- unë nuk i tham vetit kur që jam shoferi mirë, se ka njerë nuk bazona veç të shoferi. Është në pyetje ka njerë edhe vetura, se une na ka ndodhë rasti që na ka dalë guma prej venit, po problemi u kanë se automekaniku nuk e ka shtrëngu gumën. Kështu që ti sa dush mu kanë shofer, ajo pak ta jep një farë stresi kur del guma prej venit. A varet refleksi për gjendjes emocionale, gjendjes fizike e shoferit, apo veç refleksi është i lindër? Nëse ti je, për shembull, që mirësh me atë sport, ose të knaq ai sport, stresi, dhimbjet, këti i harron. Unë për veti shukna, shkymna, që me thonë. Do më një e fokusu me 100%. Po si të fut në makinë i harroj këtë problemet. Do më thonë, ma jep atë knaqësin, hiç s'mendoj për kur gjë, nuk e di. A jam të vozit mirë? Po, rregull jemi. Deri tani më si s'kom thonë ka dalë. Se kam shprehim A u për ti përzi. shumë? Po. Mund të paramendoj burri jo sa i vi nerva ati. Najherë po, se unë telefonin nuk e preki kur me dorë kur t'jam të vëzit. Kështu që ai ka njerë e ka princip se është biznesmen normal, kuptohet. I ka punën më shumë dhe unë tham, apo del ti këtu, dalun aty, nalu edhe shkruj. Më pëlqen se jep mesazhe kështu edukative gjatë gjithë kohës, shkaku i telefonit, i rregullave, se mbi të gjitha ky emision duhet ta përçojë edhe atë mesazh, po marr parasysh se ti je drifter ka shote Galica, ama prap ti duhesh edhe unë duhet me thonë mesazhet përbashkëta për ta përmirësuar këtë komunikacion që i kemi bashkërisht se në fund ditës ne e pësojmë. Na e pësojmë. Faleminderit për këtë mesazh. Si sport, a është i shtrenjtë? Shumë. Do me thonë, fillimisht, kur kom Janë ndër më shtrenjtët? Po mendoj se po, se ka harxime, goma ka harxime që duhesh me ndru relacionin, varet ku duhet me shku. Mbështetje nuk ke as pak, do me thonë, sidomos pjesa e Maqedonisë nuk e kuptojnë pjesën e marketingit ose bashkëpunimit. Ja. Kështu që unë e vazhdoj tutje, për shembull bëj reklama, mbulona me ato, punoj diçka tjetër, jam në fakultet, 2 fakultete, do të thonë argjimet mëdha kam, po këta e kam pasion që nuk po muj me ndërprej, po më duket se po futem edhe ma thellë. Po nashta është një periudhë edhe. Po, për të periuda, kur e mendon që ti do bohesh qytetare thjesht, jo drifter? Alo, nësa ja kom fillu. Jo, mendoj, a ka expiration date kjo? A veç, do më thonë, krejt jetën? Unë e kom mbaru shkollën e driftit në Itali, në Bologna. Do më thonë bazën e driftit, jo bashat që është më rrezikshme në driftit. Kështu që mendoj se me ato kam licencë, kam drejt me marrë pjesë në garat të Evropës, po shkak që nuk kam mbështetje, as financiare, as nga firmat, do më thonë, unë e vazhdoj vetë. Edhe nuk kam qef me marrë pjesë në Evropë, për shtetin e Maqedonisë, derisa nuk e kam mbështetjen e Maqedonisë. Kështu që unë nëse kisha fitu edhe nëse kisha mjafton pjesëmarrja në Evropë si driftere, po, si driftere, unë patjetër duhet me tregu flamurin e Maqedonisë ose do më thonë në fund ditës unë duhet me ardhë këtu edhe me bo një foto me dikan për shembull që jam mbulu vetë. Kështu që mjafton me kënaqësitë e këtu, po derisa të muj. Nashta vjen dita dhe se mendoj e qas flamurin as kur gjë, e qoj flamurin kuqezi që më pëlqejnë mas shumë ti. Okej. Kënaqna dhe nashta e realizoj edhe ato ndër me marrë pjesë në Evropë. Është ëndraja me vetme që e kam, po me rezervë, po pres.
Për Safe City çka mendon? Është gjë shumë e mirë nashta, po nuk po besoj që është të kry punë. Jo? Arsyeja ndeshjet mas të mëdha që janë të bërë tash po më duket. Po, ka pas. Sidomos ta me Kumanov motora. Ishte javën e kalume ka pas Kumanov fatalitet në Shkup te rruga e plastikave fatalitet. Po. Kështu që besoj se do t'i përforcojnë këto. Mbi gjitha unë personalisht mendoj se është e mirë, po e ka ngarkuar Pjesa e autobanit po më pengon pas shumë. Se me të vërtetë është një diçka që për shembull është edhe Zvicra me ndoshta me Safe City me kamera. Me Safe City jo, se Po, nuk me e ki kamera. gjithkun. Me radara. Me radar. Po edhe dihen vendet ku janë radarat, kështu që nuk është diçka që e ki të limituar se cilën si sa të them me kilometra. 20. Edhe 80, nuk i kanë rregulluar disa gjëra tjera, domethënë ka shenja që nuk i tregojnë do tabela ku gjindesh. Si unë që kom hinë anën e kundërt në Veles. Te gabimi, domethënë sigurt gabim. Gabim, për shkak se Nuk ishte atëre një sinjalizim. po. E kishim pas hek, domethënë atë tabelën e Rrugën ndaluar. rruga e për në aeroport edhe rruga për në Veles. Po. Kështu që unë nuk isha shku ndonjëherë në aeroport të vozitun, isha e re, po kom shku domethënë me prind. Edhe domethënë atëherë kur shkova unë nëpërmjet telefonit për të sjellë Velesin sa ta kalojsh tunelin, po. Edhe vazhdo, minjerën të majtë e ki, domethënë aeroportin, edhe unë ja kisha fut për Veles. Edhe unë qa me bo, tha jo, ke shku gabim dush mu këthy. Edhe unë e këthej në qatë pjesë, domethënë, unë e kom dëgju që aty edhe e kanë humbë jetën këfore, nëse s'ka boj. Kështu që mas shumë të unë i kushtoj rëndësi tabelave, sinjalizimit, me na i tregu ku jam. Edhe kështu që menoj edhe njerëzit kur ta marrin lejen duhet sa më shumë i mësu këto shejat. Po, normal. Për atë shkak edhe vinë deri te se shumë të në rasteve edhe nën të kundërt i kena pa veturat. Po. Arsyeja është krejt tek sheja, po. Humbja. A teknologjinë e përdor? Me thënë drejtën pak ma rallë, mundona që t'i ka pak, po jam viteve të 90-ta, nuk jam shumë. Nuk jam shumë që di. Domethënë gabimi më i madh ka qenë në Veles, që ke hi. Po, gabimi më i madh që ndoshta nuk e harroj atë stres kur e kom kuptu, se kom thënën, shka kanë këto që janë tu ma vo me drita. Këtë njohin. Po, jo, ku mendu se janë tu të regu për polici, thash, ketë budall këto, se kisha di që budalla une. Kështu që ajo u kanë gabimi më i madh, po shpresoj që se ban kërkush inshallah. Inshallah. Mbas asaj jam tani edhe më i koncentruar, por çdo gabim të mëson diçka. Po. Nëse nuk pëson, Unë menoj se të ban mu kanë më fort ndoshta një gabim, po inshallah jo gabimet mëdha që s'falen. tregom gratë vozitin keq? Allah ka edhe për grave edhe për burrave, kështu që Po. varet. Unë nuk e anoj asnjë në gjini për shkak se vetura është një diçka që meshkujt e kanë fillu shumë më herët se na femrat. Edhe unë jam super një mashkulli, kështu që femrat një gabim e kanë që kanë pak inati. Një gjest që i kum pash në shumë herë të une, për shembull kur më ka vërejt se une jam me ka mush në gaz. Edhe kum këshyri mu ka kesh. Për shembull në atë rast kisha thonën hajde të une në pistë. Po. Del me mu, Qytet mëse keqe, ban po, rrugë me po. dhënën një pamje të keqe. A gjinia mashkullore ka nga mendje madhësia, për shembull, shtyhen ose çato gabime janë, kështu që Pajtohesh me mu se kjo është ajo ideja se mashkulli ofendohet nëse i thu se i harxhon vetura shumë. për besë, unë jam ala mazi se mashkulli. Unë në frizer nuk shkoj, Okej. rregullohen vetë. Fustanat i bëjnë do kombinime aty këtu, më dhimën paret, ma mirë jap në spoiler, ose ndaj pjesë në felga, po, ndisqe, në bandash. Se kam këtë problemin e dialektit se Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, duna mi thonë se mi cej në krejt lojet. A këfaqillës si thot Shqip? Këfaqillës, Komplukit. komplukit, Shqip. freksion. Fraksion, okej.
Se njëherë mendojsha, për shembull ishim A qysh e thojnë auspukit? timues. Jo. Marmita. Oh, Shqip. shqip. Ama duke shumë italisht. Edhe shlepit? Shlepit marimang. Jo. Karotrec. Okej. Karotrec. Vollanit timon. Timon, po. Ruçnës? Frenadores. Frenadore, po. Frenat e këmbës e frenat e dorës. Oni se jam Pizhelini. Edhe latnjakit i thoshin radiator. Radiator. Jo, une për ndryshe e kam automekanikun e Shqipërisë, Arditën, edhe për shembull veturës driftit, men se kuptohemi për këtë pjesë, po unë i kërkoj në Google edhe ja dërgoj me foto, tani ma tregon se ç'është quhet. Kështu që, po prap jena shqiptarëve, Po. kuptohen. Po, nëse jo foto ja funksionon, të Foto s'kjo e më prish. po, sot telefoni mbaron punë. Unë kur ishim pushim, edhe vetë bashkë mendova po është një automekanik, edhe mendova nëse më prishet për shembull diçka në veturë, edhe si t'ja tregoj. Ma shumë mendoj se do më këshe dhonë energji, marrë energji që t'ja tregu çka është, ose të bëhem si ajo që u bë virale. Po, Çfarë po me tu? me gjezde, ose si ai që ka të pup, dhe me kem ka kafshu bleta, të pup. Mirë, Sot e kena edhe ChatGPT. po, e kryem punën Po. ChatGPT-ja edhe atë shumë mirë. Për këthysin. Tregom në të ardhmen, çfarë plane ke për shembull? A mendon ta bësh një klub ku ti mësojsh vajzat edhe të gjem të ri për vozitjen e shpejtë? Veç e kam projektin edhe ideën. Nuk kemi folë para emisionit. Është një gjë që është e re, është një gjë e re, hera parë që po e ceki, e kam projektin për me mësu driftin. Okej. Për shkak se tani jam shoqat Redline Tuning Drift me ekipën tem. Shoqat e lajmërume, normal. Më thëmë me gjithçka legale. Edhe që mund t'jap me vula, do më thonë, diplom, që e kalojnë driftin bazë, tani vjen drifti shkallës 2 edhe shkallës 3. Edhe ku dhe përdorin, a? Ata, tashti, gara. nëse kanë financiarisht i kanë kushtet e mira, mund me garu në Evropë. A ka paragjykime për aktivitetin e grave me vetura? Po nashta në fillim ka pas, Mo tash nashta, po edhe e dyta është se edhe para se me u fut në sport veturave, unë veç paka shumë më ka njoftë që unë jam Po. shofer. Sidomos parkingin, shumë e kanë problem femrat, po e shoh edhe meshkujt disa, unë për vete, kinasna. Që ku dush, edhe mas ngushti kua, mundona me parku. A mundesh me parku paralel? Këti parakoj, se kam problem. Dalë për gepejke. Gjej zgjidhje. Kështu që mendoj se në të ardhmen femrat kanë me pas kanë me pas orë praktike vikendëv, ndoshta. Edhe është zoti edhe çdo sen që kum folë, elhamdulillah, mi ka mundësu zoti. Deri tani, kështu që shpresoj që edhe kjo do realizohet. Shpresoj edhe uroj që të realizohet, thjesht se e shoh pasionin, domethënë ndjej pasionin, o për këtë punën e projektit që folëm tregova se s'kemi fol. Veç merr ashtu, e disha se çdo gjë ka hap ditë. Ma nxjerri, se këta gazetarët e kanë qef edhe fjalë për fjalë edhe ta nxjerrin edhe atë që s'don me thonë, ashta hala. Po s'po flas para kohë, po është projekti. Shpresoj se do të realizohet. Ma nxjerrë sekretin. Bani mashallah. Një pyetje, më përmende parës autostradat, a ndjesh e sigurt në rrugët e Maqedonisë? Jo. Cila Kam është qenë rruga më e keqe? shpejtësi, kam qenë rruga ku të kthehesh prej Tetovës, janë disa farë. Okej. S'po di që mi thonë ato, Rramje të autostradës, ka ra. si që peshohim këtu Po. tani. Nëse mendon jeti, në edhe pse qerkore, është apo? shpejtësia, po. Pa marrë parasysh edhe në rrugë qytetit, edhe në rrugë, do më thonë, të autobanit, të autostradës, ka pas raste, për shembull, jam kon shpejt me veturën e ult, Po. që jam kon të ja thy në shtat përpara branikin. Po. Spoilerin. Po. Unë e branikit, po. Kështu që
ajo shpejtësia edhe kur ta thënë edhe të qysh edhe ta lëviz pak, krijon panik se ti për shembull e ki për zemër veturën. Po ka pas edhe shumë herë kësi raste kështu tramjes, edhe për një herë. Kështu që është lejuar aty në 120, mirë po ti ndoshta edhe ka rasti kom frenu shumë mbrapa se kum përcjell, domethënë trafikun. Pasqyret që mos të më përmledh na i kish lefer për mas. Motora? Nuk i pëlqej hiç. Nuk e di pse. Çka mendon për motorat në komunikacion? I kisha sugjeru sa ma shumë helmetën me pas edhe me këshyr venin ku është e lejume me te kalu, jo me u futën, po sikur rasti që për shembull nanën e djathtë kemi kumdhan shej me hi, edhe në atë moment ka hi me te kalu ka kjo ana tashti. Gabimi i kujt është? Nëse une ja kisha, une veç se kalova ju pështet në gjam. Do më thonë kjo është gabim trashanik nëse bëhet edhe te kalimi këtu, se na zakonisht të përcjellmi anën e majtë për te kalim. Çka mendon për këto, do më thonë, ndjesh e rrezikume prej trotinetave që dëgjohen më pak se motorat? Se o bëho problem shumë ma. Ta është bëho problem, jo veç trotinetat edhe motorat janë me rrym, edhe disa vetura janë me rrym, kështu që ka pas rast, unë jam kun të vozit, nështë ofru motori asë që e kom ndi. Edhe gabim nuk është ajo kur është ofru më bisht, dhe më thonë është një pjesë e padukshme. Ka ndi vdekur. Edhe kom thonën se njita që është motor. Kështu që kjo ishë për mu katastrofë dhe i të spikam qef. Për mu si Aisha, mu nuk po më pëlqejnë qëto. As trotineta, as motora. Edhe pse janë një gjanë për njerëzit që shemot si kanë mundësit, e kanë punën me të goqshme, por kushtet janë pak shumë këqija të na, kështu që shpresoj që në të ardhmen edhe kanë mu drejtu gjithçka, po sa ma shumë i kisha sugjeru më konë të kujdesshëm këta me motora, sidomos edhe fëmijët që pishof me trotineta dhe me motora. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit gjithashtu për rrugën që ka ardhur. Jo, ishte pa problem. Ishte kënaqësi, më ka shku shumë shpejt, se kur të foli për sportin. Po, unë kisha gajla do jem në nivelin e dur të pyetjeve për shkak se kjo profesion që jo shumë e kam qejf, po e përdori shkakoj punës, ama mendoj se kom dal mirë. Kemi dal shumë mirë, besoj. Si pave taj? Shumë ma e. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithashtu. Ky emision mundësohet nga